Organizoi vrasjen makabre të 3 vajzave drejt për drejt në rrjetet sociale, arrestohet autori ngjarjes që të rënditi Argjentinën. Autoritetet peruane kanë arrestuar organizatorin e dyshuar të një krimi të rënd që të rënditi Argjentinën dhe opinionin publik ndërkombëtar. Vrasjen brutale të 3 vajzave të reja, një akt që nuk u transmetua drejt për drejt në një grup të mbyllur në rrjetet sociale. Lajmin e bëri të ditur qeveria argjentinase duke konfirmuar se numri i përgjithshëm i të arrestuarve në këtë rast ka shkuar në 9. Ministre e Sigurisë së Argjentinës Patricia Bullrich, përmes një deklarate në rrjetin social X, përgëzoi autoritetet peruane për bashkëpunimin dhe kapjen e 2 të dyshuarve. Dua të përgëzoj Policinë Kombëtare të Perus për punën dhe bashkëpunimin e tyre të jashtëzakonshëm në kapjen e 2 të arratisurve nga vrasja e 3 fisht, shkroi ajo. I dyshuari kryesor, i identifikuar me Novkën Xhe i vogël, një shtetas peruan në të 20-tat, u arrestua në qytetin bregdetar Pucasana, rreth 72 kilometra në jug të kryeqytetit Lima. Ai besohet të jetë organizatori dhe kreu i një rrjeti trafikimi droge që operonte në lagjen Zavaleta të Buenos Aires, ndërkohë një tjetër i dyshuar, Matias Osorio, rreth 23 vjeç, i konsideruar si krau i djathtë i këtij personi, ishte arrestuar më herët në Peru. Trupat e Morena Verdi dhe Brenda del Castillo, të dyja 20 vjeç dhe të kushurirës së tyre, Lara Gutierrez, vetëm 15 vjeç, u gjetën të varrosura në oborin në një shtëpi në periferi të Buenos Aires, 5 ditë pas zhdukjes së tyre në 19 shtator. Sipas ministrit të sigurisë së Buenos Airesit, Javier Alonso, viktimat u torturuan dhe u vranë në mënyrë makabre, ndërsa pamjet e krimit u shpërndan në një grup të mbyllur me 45 përdorues në rrjetet sociale si një paralajmërim për një vjedhje të dyshuar të lëndës narkotike. Hetimet po zhvillohen në koordinim mes autoriteteve të Argjentinës dhe Perus, ndërsa autoritetet argjentinase janë duke përgatitur kërkesën për ekstradimin e të dyshuarve.